A Beyoncé, do më thënë, çfarë ka ndodhur me Beyoncé? Se unë kam dëgjuar Beyoncé, art, rëshqiti Beyoncé, çfarë? Me Beyoncé, raporti jam me to kriju kur e kom hap një faqe për ta në Instagram vitin 2016, ka qenë platforma më e madhe, mas shumë të ndjekës, mbi 700.000 ndjekës, edhe e posha asistentat e vet, njerëz të vet, mi mërshin videot edhe aq bukur e kom bë punën, saqë kur e kom taku live në Zyre, veç se më ka pa, pastaj në 2018-ën, më ka pa dhe më ka postu në 2 herë, edhe në 2016 dhe në 2018. 2018 më veç kur më pa më njofti, mas 2 vitesh, unë veç fillova më rrit pak ma shumë, edhe më tha ti e në zemrën tem, ato e ku më vullos që jena në kontakt me një tjetrin, që atë kohë nuk ka pas shqiptar që u kun na i lidhmëri me ta me pas për pas rritaorës. Po. Normal, me rritën jemi gjithë krenar. Pastaj, qëfar frekuencë, mas sa vite shërita ora, ma ka shpërndo kongën tem, më e mira, që unë s'kum pas lidhe me rritën për me Beyoncé. Tash mas sa vitesh, u bëjke një farë momentit që u rotlloj ke komplet. Tash, wow, që është fati kur je njeri i drejt, më ndaj që gjithë shka ndodh mirë, kur je stoik edhe nuk të rëzan asë një loj stuhije që jetë ata sjell, kjo është, dhe më thonë, procesi që shka ndodh me ta edhe, that's it. Wow, tepër bukur. Wow, amazing. Do më thonë kur më kanë shkruajtur njerëzit, më kanë thënë do të pyes a je në lidhje me Santianën, më kanë shkruajtur po. Edhe Brendon. Po. Se 2-3 graj ka. A je po jo? Santën e du shumë, ai person. E përshëndesim se e njëra dhone. Ai person është shumë me njoft njerëz prej afër është shumë e mirë. Kena pas një raport shumë të mirë me njëri tjetrin, e respektoj shumë gjithçka që e kemi përkra njëri tjetrin edhe jena kom bashk, respektin që e kemi edhe tash është shumë rregull, jam shumë cool, një njeri shumë i drejt, një njeri për ekran është e krijuar për punën që e bën, edhe unë e du shumë, nuk më me urrejt kërkon, po sidomos ata, ajo larg qoftë se është shumë e mirë edhe e përshëndes, i uroj fat, është shumë e mirë.